që gjesti i vdiste për ngjyrën roz dhe kordelet në kokë. Kjo dihet dhe u bë meme në rrjetet sociale, po aq sa ngriti dhe dyshime mbi orientimin e tij seksual. Por që pas mbarimit të Big Brother VIP, ku dhe korri fitoren e këtij sezoni, gjesti ka qenë në qendër të vëmendjes. I komentuar në rrjet për marrëdhënien e tij me Egli Takon, por nga ana tjetër dhe takimet e papritura me Xhenetën në ambientet e Top Channel, artisti nga Kosova ka qenë kryefjalë e mediave roz. Pas ditën e djeshme, gjesti tërhoqi vëmendjen me lëvizjen e bërë. Ai ndërmori hapin për të fshirë të gjitha postimet e tij nga llogaria e Instagramit. Në profilin e tij gjendet vetëm një foto me një tip kapuçi me ruaza shumë ngjyrshe, si për të zëvendësuar fjongon roz me mbishkrimin "Rrini gati". Me sa duket, fituesi Big Brother ka ndërmend t'ia nisë nga e para, duke fshirë gjithçka që ka ndodhur deri tani.